إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرojmë Allahun Azza wa Jall, atë lavdërojmë, atij jemi mirënjohës, atij kërkojmë ndihmë dhe mbështetje për të arritur çdo të mirë të dunjas dhe ahiretit, dhe atij kërkojmë mbrojtje, strehim, ruajtje që të na mbrojë nga çdo e keqe në dunja dhe në ahiret. Padyshim që udhëtimi i muslimanit në jetën e kësaj dunjaje është një udhëtim i vështirë, në të cilin muslimanit i duhet që nga njëra anë të bëj vepra të mira, të mbledhë sevape, të cilat do t'i ketë si furnizim për udhëtimin e gjatë në ditën e gjykimit, dhe nga ana tjetër të ruhet nga gjunahet dhe t'i ruaj ato sevape që i fitoi dhe i mblodhi me mund. Pra është një jetë e lodhshme, jeta e kësaj dynjaje, dhe duhet që muslimani dhe muslimanat të kenë kujdes gjatë këtij udhëtimi. Për këtë na flet edhe ky hadith i sotëm nga profeti sallallahu alaihi wasallam, në të cilin njëri prej sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, Shekl ibn Humeid, vjen tek profeti Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkon atij diçka. Pra, më mëso një lutje o i dërguar i Allahut që të gjej mbrojtje dhe ruajtje dhe strehim tek Allahu me të. Pra, vjen ky sahabi i profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk shkon tek profeti sallallahu alaihi wasallam për të kërkuar ndonjë diçka për kësaj dynjaje apo ndonjë interes dhe pasuri dynjaje. Sahabët nuk i kërkonin profetit gjëra materiale, por i kërkonin udhëzime, sepse e dinin se mbështetja e vërtet është vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Vetëm tek Allahu xhaleshanu ata kishin shpresë dhe atij mbështeteshin. Tek profeti sallallahu alaihi wasallam kërkonin rrugën, dritën, udhëheqjen. Dhe kështu ky sahabi i nderuar shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Më mëso një lutje o i dërguar i Allahut që të mbrohem me të, të gjej mbrojtje, ruajtje nga çdo e keqe." Dhe atëherë mësuesi më i mirë profeti sallallahu alaihi wasallam e kapi për dorë duke i treguar dhe mësuri dhe kujdesje të madhe dhe i tha: "Qul, thuaj, a'udhu, Allahumma inni a'udhu bika." O Zot, unë kërkoj strehim dhe mbrojtje tek ti. Nga çfarë? Min sharri sam'i, nga sherri i dëgjimit tim. Wa min sharri basari, nga sherri i shikimit tim. Wa min sharri lisani, pra nga sherri i gjuhës time. Wa min sharri qalbi, dhe nga sherri i zemrës time. Wa min sharri maniyyi, dhe nga sherri i farës time. Ka për qëllim pra intimitetin. Ky është një hadith që kanë sjellë shumë prej imamëve dhe autorëve të librave të hadithit. Pra kemi të bëjmë me një lutje të rëndësishme, pa të cilën muslimani dhe muslimania në këtë dunja nuk do të kenë mbrojtjen e duhur. Pra kjo është një lutje domosdoshme që duhet ta mësojë muslimani dhe ta ruaj veten nga çdo sherr dhe keqje që vjen për këtyre çështje që numëroi profeti sallallahu alaihi wasallam. Siç vërejmë në këtë lutje, profeti sallallahu alaihi wasallam na udhëzon të kërkojmë Allahut mbrojtje nga e keqja e 5 çështjeve që janë në veten tonë. Subhanallah, 5 armiq, 5 porta të vështira, 5 mundësi në të cilat robi mund të bjerë gjuna. Dhe ato sjellin dhe prodhojnë sherr nëse robi është i pavëmendshëm dhe nuk ruhet dhe të ketë kujdes. Pra është dëgjimi, shikimi, të folurit, zemra dhe intimiteti i njeriut. Pra ka të bëjë domethënë me sferën e intimitetit. Pra duhet të jesh i kujdesshëm dhe i ruajtur, sepse është një portë e madhe sherri, e cila ta zbeh besimin dhe ta largon nga zemra. Nëse je i pakujdesshëm dhe i shkon pas. Po të vesh me kujdes, re në këtë hadith
Nuk thot profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu inni a'udhu bika min sam'i, o Zot kërkoj mbrojtje nga dëgjimi im. Sepse dëgjimi, shikimi, gjuha, aftësia për të folur, zemra dhe aftësia e njeriu dhe kënaqësia e tij intime, këto në vetvete nuk janë gjëra të këqija. Janë mirësi që ja ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala njeriu. Pra nuk bëhet fjalë që o Zot më ruaj nga dëgjimi im, jo. Por thot, a'udhu bika min sharri sam'i, nga ligësia ose nga sherri i dëgjimit tim. Pra, nga përdorimi i këtyre çështjeve në rrugët e sherrit. Pra nuk kemi të bëjë që na ruaj nga sherri i dëgjimit, sepse dëgjimi në vetvete dhe shikimi dhe gjithë këto mirësi janë nga Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk janë të këqija, por mënyra si përdoren mund t'i kthej ato në sherr, në ligësi të madhe për njeriu. Fillimisht, profeti sallallahu alaihi wasallam e udhëzoi këtë sahabi që të kërkojë mbrojtje. Dhe po ta vëresh me kujdes, i tha, kul Allahumma inni a'udhu bika. Pra e udhëzoi që të kërkojë ndihmë të kush? Tek Allahu subhanahu wa taala. Pra o Zot, unë kërkoj ndihmë dhe strehim tek ti. Sepse qoftë dëgjimi, shikimi, të folurit, zemra dhe prirjet tona dhe epshet dhe dëshirat e njeriut, nëse nuk të ndihmon Allahu subhanahu wa taala, i cili i ka krijuar ato, nëse nuk i stabilizon dhe rregullon Zoti xheleshanu, ne do të jemi të pafuqishëm që t'i qëndrojmë. Prandaj kemi nevojë për ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo tregon që sherri që vjen nga këto gjëra nuk mund të përballohet lehtë nga njeriu, vetëm me forcën e tij. Ka nevojë shumë për ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj që në fillim i thot, thuaj Allahumma inni a'udhu bika. O Zot, kërkoj ndihmë tek ti. Nga çfarë? Fillimisht e udhëzoi min sharri sam'i, pra nga sherri i dëgjimit tim. Dëgjimi është porta e parë e kësaj lutjeje. Dhe jo pa arsye. Veshët janë ndër rrugët kryesore drejt zemrës dhe mendjes. Çfarë ne lejojmë të hyjë në to përmes dëgjimit, pra në zemër dhe në mendjen tonë, ato ndikojnë drejt për drejt në botkuptimin, besimin dhe moralin tonë. Profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson të kërkojmë mbrojtje nga e keqja e dëgjimit, nga çdo gjë që është e ndaluar dhe e dëmshme që mund të dëmtojë mendjen dhe zemrën tonë. Fjalët e mohimit dhe mohimi i fesë Allahut subhanahu wa taala. Shpesh njeriu në këtë dynja, sidomos sot, përmes rrugëve kaq të shumta të komunikimit, dëgjon shpesh fyerje të besimit, përçmim të Kuranit, të profetit sallallahu alaihi wasallam, të imanit, në nënçmim dhe tallje me ditën e gjykimit, me bazat dhe principet bazë të fesë së Zotit xheleshanu, njeriu nuk duhet ta ndot dëgjimin e tij me të tilla fjalë. Nuk duhet të jetë nga ata të cilët vetëm rrëmojnë dhe shikojnë dhe e lejojnë veten që të dëgjojë vazhdimisht gjëra të tilla. Sepse këto vallahi ndikojnë në zemër dhe në mendjen e njeriu. Duhet njeriu të jetë i kujdesshëm të mos e ndot dëgjimin e tij me fjalë mohimi dhe fyerje të fesë së Zotit. Gjithashtu, përhapja e dyshimeve dhe ideologji dhe fe devijuese, besime që devijojnë nga besimi i drejtë, shpesh të mund të vinë në formën e Islamit, por në fakt janë devijime nga rruga e Allahut subhanahu wa taala dhe Islami i vërtet që ka dashur Zoti xheleshanu. Një njeri që nuk ka informacion, njeri i thjeshtë që nuk ka dije, mbas edhe mund të devijojë. Nëse dëgjon vazhdimisht, edhe ai tjetri i shfaqet në formën e myslimanit, pra një islam ndoshta edhe më i pranuar dhe më i thjesht për të zbatuar sipas mendjes së tyre, ai pra njeriu mund të infektohet dhe nuk e kupton tashmë se kush është rruga e Allahut subhanahu wa taala. Pra do të kujdesë vëllezërit e mi me çfarë e përballim dëgjimin, sepse kjo është porta e parë më e rëndësishme që ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam për të ndikuar në zemra dhe në mendjet tona. Gjithashtu, thashë theme, përgojime, gibet, dëgjimi i thashë themeve, përgojimeve, fjalëve të shpifjeve për muslimanët, për njerëzit në përgjithësi, kjo e sëmur zemrën dhe e bën zemrën të mbushet me urrëtie. Jo më kohë profetit sallallahu alaihi wasallam, kur dilte dhe u fliste sahabëve, u thoshte mos më flisni keq për sahabët e mi. Dua që kur të dalë të përballem me njerëzit të mos ketë në zemrën time diçka në lidhje me njerëzit. Përse do ketë diçka? Mjafton dikush të flas keq, që zemra jote të mbushet me urrëtie për dikë.
Në mos të mbush me urrejtje, do të ketë dyshim dhe do të ketë hije pa qartësie. Pra, nëse veshin ti e mbush me të tilla informacione, pra mos lejo, mos merr pjesë në ato mexhlise ku bëhen të tilla biseda, ose nëse bën, do ngrije fjalën, edhe fol dhe largoju këtyre mexhlise, ndaloj ata njerëz nga ky gjunaf. Gjithashtu, sot nga gjunafet, po të fillojmë të përmendim, janë të shumta dhe të shumta. Qoftë nga muzika, me përmbajtje morale, tinguj që nxisin epshin, tekste që promovojnë dhunë, amoralitet dhe rebelim ndaj vlerave fetare, çdo gjë që e largon njeriu nga përmendja e Allahut subhanahu wa taala, pra biseda boshe, kotësira apo argumente që shtremërojnë të vërtetën, në kohën e sotme rreziku i abuzimit të dëgjimit është më i madh se kurrë. Me përhapjen e televizionit, internetit, rrjeteve të ndryshme, YouTube, e gjitha me radhë si i kanë emrat, pra gjitha të janë të mbushura plot e përplot me infeksione dëgjimi. Nëse njeriu vazhdimisht është i pakujdesshëm, kurioz për nga natyra dhe hyn dhe vazhdimisht dëgjon nga këto, të dish vallahi se e ke infektuar zemrën. E ke infektuar trurin dhe do t'ja shikosh, do t'ja ndjesh zërin më pas. Kur të shikosh se si do të ndikoj kjo në imanin tënd. Shumë njerëz të rinj thithin çdo gjë që dëgjojnë. Allahu musta'an. Dhe sot në fakt janë shfaqur shumë rryma të ndryshme nga shejtani i mallkuar dhe pasuesit e tij, të cilat synojnë që devijojnë njerëzit nga Islami i vërtet. Del dikush dhe shan ose fyen, domethënë imamët e mëdhenj të dijes dhe hadithit. Flet për Buhariun, Muslimin dhe gjithë autorët e syneneve. Dhe flet në lidhje me hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe fton që njerëzit ta kuptojnë Kur'anin jo me kuptimin që ka dashur ose që e kuptoi Profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kuptuan nxënësit e tij që ishin sahabët dhe imamët e mëdhenj të këtij umeti. Pra jo me kuptimin që ka ardhur për 1400 vjet deri sot. Dhe në fakt kështu do të vazhdojmë, por nuk e din të mirët. Kështu do të vazhdojë deri në ditën e gjykimit. Deri kur Allahu të vendosë që ta marr Kur'anin fare, ta ngrej lart, nëse nuk do të jetë më e udhës që ta lënë në këtë dynja. Pra i dëgjon këta njerëz që flasin dhe keq interpretojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala. Shumë njerëz të rinj futen dhe dëgjojnë dhe mbase u duket më e pranueshme, më e thjeshtë për të zbatuar ky lloj islami o vëllezërit e mi. Po vallahi kjo është tmerr. Nëse njeriu vazhdon dhe dëgjon, do ta shikosh që më pas do të shfaqen gjurmët e ndikimit të këtij dëgjimi o vëllezërit e mi. Cilat janë disa nga gjurmët? Kam përmendur njerëzit. E para është humbja e respektit për dijen tradicionale të fesë islame. Fillon të vërë në dyshim autenticitetin e haditheve të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Librat e hadithit tani nuk përbën një subjekt respekti dhe burim të dijes së fesë islame. Gjithashtu fillon domethënë edhe përgojojnë edhe imamët e mëdhenj të hadithit dhe në krye të tyre Imam Buhariut, besoj e keni dëgjuar se sa shumë flasin. Pse? Sepse duan ta rënojnë të fe duke rënuar themelet dhe bazat e saj. Dëgjimi i vazhdueshëm i njerëzve të padijshëm, fëmijë ose të rinjve, të themi, që nuk dinë fenë Allahut, vallahi kjo sjell fatkeqësi të madhe. Kjo ishte pra e para, humbja e respektit për dijen fetare. Gjithashtu, shndërimi në idhuj të atyre predikuesve të rinj dhe duke i bërë ata të pagabueshëm, marrin gjithçka prej tyre. Tashmë pasi kanë krijuar një lloj respekti për ta, nuk hedhin poshtë fjalën e tyre për asgjë tjetër. Edhe sikur thot Zoti në Kur'an, thot Profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith. Pra marrin fjalën e tyre dhe lën fjalën e Zotit dhe fjalën e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, mohohen ato që janë të vërteta bazike të fesë. Pra, domethënë mohojnë edhe shumë çështje që kanë ardhur transmetuara, qoftë në ajete Kurani, qoftë në hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Vetëm se logjika e tyre nuk i pranoka. I japin përparësi logjikës mbi tekstin fetar. Logjika është ajo e cila gjykon tekstin fetar. Nëse bien ndesh me logjikën, nuk pranohet. Dhe kështu mohojnë të gjitha gjërat edhe besimin në të fshehtën. Siç janë domosht shenja shumë prej shenjave të Kiametit, pra Isa ibn Maryam, Dejjali, Ya'juj wa Ma'juj, gjithashtu prej tyre ka që mohojnë dënimin e varrit, ka prej tyre që mohojnë me lajket, madje edhe xhindet, botën e fshehtë, dhe mendojnë që ato nuk ekzistojnë. Ato në thjesht domethënë janë mikrobe. Janë mikrobet, bota e fshehtë ose xhinëve dhe me lajke nuk ekzistojnë me lajke dhe xhinët, sepse nuk ka pranon logjika e tyre. Pra ky është rezultati i dëgjimit vend e pa vend. Pra duhet muslimani të jetë i kujdesshëm, të mos e ndot dëgjimin e tij me të tilla mësime të pa sigurta. Të dëgjojë vetëm atje ku ka siguri o vëllezërit e mi.
Kjo sjell shumë dëm o vëllezërit e mi, sepse zhbën themelet e Islamit, shkëputja nga tradita e pastër e Sunetit, pra ummeti dhe populli shkëputet nga tradita e të parëve që e ka ruajtur për fen deri sot, dobësimi i bindjes dhe unitetit muslimanëve me njëri tjetrin, sepse secili e shpjegon fen sipas epsheve dhe dëshirave të tij, Allahu musta'an. Si të mbrohemi, lutja e përhershme, mos e neglizho këtë dua të profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu inni a'udhu bike min sharri sam'i. O Zot, lutem të më ruash nga sherri i dëgjimit tim. Sepse nuk e di se nga të vjen sherri, dhe dëgjimi është nga portat e para. Edhe veshët bëjnë immoralitet, thot subhanallahu profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe immoraliteti i veshit është dëgjimi. Pra edhe kjo është pjesë. Gjithashtu, për të shpëtuar nga kjo, duhet dije e sigurt nga burime të shëndetshme. Jo çdo kush që flet për Islamin duhet të dëgjosh prej tij. Mos u gënjen nga kanale, nga drita mashtruese, por ktheu tek njerëzit dietarët që kanë vite dhe dekada që punojnë dhe përhapin fenë e Allahut subhanahu wa taala. Me baza të sakta, thot Zoti, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, me referenca të qarta, në filan libër, në filan referencë të caktuar, pra ti jesh i kujdesshëm nga e merr diturinë fetare. Riktheu te tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve, ata ka qenë brezi që kuptuan fenë e Allahut dhe zbatuan ashtu si ai u kënaq. Dhe këtë fe e pranon Zoti subhanahu wa taala. Janë të shumt shembuj të vëllezërit e mi, të cilat e kanë devijuar fenë e Allahut subhanahu wa taala me interpretime boshe, siç janë shijat, sufit, njerëz të cilët japin Kuranit interpretime që askush prej të parëve nuk i ka sjell dhe nuk janë qëllimi i Zotit dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Në përmbyllje të kësaj pjese, pra në lidhje me dëgjimin, lutja e profetit sallallahu alaihi wasallam na mëson që të jemi të kujdesshëm në atë që dëgjojmë, mos e lër veshin tonë paroje, çdo ide që hyn atje do të zbresë në zemër. Nëse ushqehet me helm, zemra do të sëmurë dhe mund të vdes shpirtërisht. Por nëse ruhet nga zërat e këqij dhe ushqehet me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, me dije të dobishme, atëherë zemra alhamdulillah rregullohet dhe vazhdon udhëtimi i qetë dhe i sigurt drejt Zotit subhanahu wa taala. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Wa min sharri basari", dhe nga sherri i shikimit tim. Pas dëgjimit profeti sallallahu alaihi wasallam përmendi shikimin. Syri është një tjetër portë e madhe drejt zemrës. Përmes syve, bukuria, hijeshit e kësaj dynjaje dhe historitë e saj, shejtani i mallkuar mund ta joshin shpirtin e njeriut drejt gjërave të ndaluara. Pamjet e këqija lën gjurmë të thella në zemër, shpesh edhe më të fuqishme se fjalët e dëgjuara. Sepse një imazh kapet për një çast, por mendja e rrotullon atë shumë gjatë dhe e mban brenda saj. Kuptimi i kësaj pjese të lutjes është i qartë, të mos e përdorim shikimin për atë që është haram. Kjo përfshin shikimin e pamjeve të turpshme, soditja e lakurisisë, e skenave imorale në filma apo në jetën reale, vështrimi i trupit atij që s'lejohet sipas fesë, pra duhet ta kufizosh shikimin. Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar në Kur'an: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Thuaj besimtarëve të ruajnë shikimet e tyre dhe ta ruajnë vend turpin, vend intimitetin e tyre. Edhe nga ana tjetër dhe për gratë: "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin." Thuaj vazë, sepse edhe gratë duhet të ulin shikimin dhe nuk duhet të hedhin shikimin në atë që është ndaluar nga Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, edhe kur objektivisht diçka mund të jetë e lejuar, nëse e zgjat shikimin e të dhe fillon dhe ta shikosh me epsh dhe dëshira, edhe kjo është ndaluar. Edhe syt bëjnë zina, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe zinaja sa është harami. Sepse një shikim hepshor drejt diçkaje është hapi i parë drejt zinas, pra immoraliteti i këtij gjunafi nga gjunafet e mëdha. Gjithashtu vëllezërit e mi, të ndaluar janë dhe literatura e ndaluar, siç janë, pra jo vetëm imazhet, të cilat janë ndaluara nga Zoti subhanahu wa taala, por edhe leximi i librave apo materialeve që flasin për magjin, mohimin e Zotit dhe largimin nga feja e Allahut subhanahu wa taala, pra çdo lloj diturie dhe njohurie që e dëmton shpirtin dhe zemrën, dhe cila të fut dyshime në fenë e Allahut subhanahu wa taala, të gjitha këto janë të ndaluara dhe syri duhet të ruhet prej tyre. Sepse kjo është porta nga e cila po të hyn në zemër një informacion që po të largon nga besimi i Allahut subhanahu wa taala dhe po të bën të rrezikuar nga zjarri i xhehenemit. Të lexosh tekstet e magjistarëve apo ideologëve ateist apo njerëzve që fyen dhe hedhin poshtë bazat e besimit pas një të drejtë,
Sidomos kur je i paditur në fenë Allahut subhanahu wa taala dhe nuk ke dituri dhe njohuri, kjo është shumë e rrezikshme. Prandaj njeriu duhet të ketë kujdes të mos merret me këtë lloj gjunahu. Gjithashtu, edhe hedhja e syve drejt stolive të kësaj dynjaje, edhe kjo është një rrezik në vetvete. Mjafton të hedhësh syt qoftë edhe në diçka që është e lejuar. Pra ti e shpeshton shikimin e stolive dhe bukurive të kësaj dynjaje, ato do të fusin në zemrën tënde dashurinë për këtë dynja. Do ta zbehin dashurinë për ahiretin dhe të menduarit për ahiretin dhe për jetësinë në xhenetet e Allahut xhaleshan. Prandaj dhe Allahu xhaleshan thot në Kur'an: "Wala tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayati ad-dunya linaftinahum fihi." Mos u hidh shikimin thot atyre stolive me të cilat ne I kemi begatuar ata dhe atyre grave dhe stolive të ndryshme që ua kemi dhënë për t'i sprovuar në jetën e kësaj dynjas. Mos ja hidh shikimin thot Allahu xhaleshan. Pra, nëse ti vazhdimisht hedh shikimin dhe shikon, qoftë edhe gjërat lejueshme në vetvete, shpeshtimi I këtyre gjërave, le që është e kot në vetvete se nuk të sjell dobi, por të sjell dëm, subhanallah. Sepse të fut, domethënë dashurinë për të dynja dhe ta zbeh përpjekjen për ahiretin. Pra dhe ky lloj shikimi do kujdes. Dhe në fakt, kurioziteti I njeriu të kalon nga një faqe në një faqe tjetër, nga një bukuri në një tjetër, nga një makinë ose nga një stoli në një stoli tjetër, thjesht duke hedhur shikimin, duke parë të tilla gjëra, pasi lloj dobie, e gjitha kjo sjell dëm zemrën, ta sëmur zemrën. Pra merru dhe sytë tu le të shikojnë atë që sjell dobi dhe të ndihmon në udhëtimin tënd të vëllezërit e mi. Jetoj jetën e dunjas me modesti. Me atë që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Mjafton ajo që të ka dhënë Zoti, mos I hidh syt, madje siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Në çështjet e dunjas, mos shiko ata që janë sipër teje, por shiko ata që janë poshtë teje. Kjo është më e përshtatshme që të mos I përçmosh mirësitë që të ka dhënë Allahu ty. Atëherë si ndodh nëse ne I hedhim shikimin tek ata që janë sipër nesh? Dhe vazhdimisht I shikon ato. Pra njeriu padyshim që do të dëshirojë dhe do të shkojë pas asaj lloji stolie. Dhe kjo ta bëj do ta lodh zemrën, se nuk është risku jot. Nuk është pjesë e botës tënde të dunjas. Allahu t'i ka ndarë riskun. Pra nuk e pse ta sëmurë dhe ta lodhësh zemrën me të tilla lodhje dhe shikime. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur pa një djalosh, ishte Fadl ibn Abbas, pra ishte djali I xhaxhait I Fadli, I biri Abbasit. Ishte në kohë haxhi, I cili ky djalosh I ri pa një vajzë dhe në fakt si çdo djalë I ri I cili në atë moshë e ka prirjen dhe kuriozitetin që të shikojë. I hodhi shikimin tek një femër e huaj, që nuk I lejoi të hidhte shikimin tek ajo. Dhe zgjati shikimin tek ajo. Profeti sallallahu alaihi wasallam ja hoqi shikimin, pra fytyrën e tij ja zhvendosi. E I tha: "O bir, nëse shikimi I parë është I lejuar, I dyti nuk është I yti. I pari është I lejuar se, hajde, kurioziteti I shikon njeriu. Po I dyti, nëse vazhdon edhe ti hedh shikimin, nuk është I joti. Ndikimi I madh është shumë I madh në zemër, ndikimi I shikimit në haram është shumë I madh në zemër. Siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam ose ka ardhur në fjalë të ndryshme, pra shikimi në haram është shigjet e helmuar për shejtanit mallkuar, që drejtohet mu në zemrën e robit. Dhe ajo bën një pikë të zezë. Nëse nuk pendohet robi, ajo mbetet ajo pikë dhe ashtu vazhdon derisa zemra mbulohet, dhe atëherë Zoti na ruaj, po u vulos zemra dhe u mbulua, nuk e shikon më të mirën të mirë dhe të keqen të keqe. Nuk di të bësh dallimin, domethënë. Sot vëllezërit e mi, ndoshta më shumë se kur, njeriu është I predispozuar dhe I përballur me shumë prej këtyre rrezikeve. Në ambientin e sotëm jemi rrethuar me pamje që ngjisin epshe, reklame me zhveshje, rrjete sociale plot foto provokuese, njerëz në rrugë që nuk mbajnë fare modesti, për më tepër kultura në të gjitha aspektet, qoftë në muzikë, qoftë në film apo kudo qoftë në çdo drejtim, të gjitha glorifikojnë zhveshjen, shfrenimin, haramin dhe lidhjen pas kënaqësive të kësaj dynjaje në mënyrë të shfrenuar. Atë në një botë të tillë vëllezër të mi, kujdesi të jetë shumë I madh. Nëse do që zemra jote të jetë e qetë, të mos ngarkohet me këto sëmundje dhe të lodhet, të lëngojë pastaj me vështirësi për të vazhduar rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala, atëherë do shumë kujdes për ta ruajtur. Lutja tjetër që vjen nga profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Wa min sharri lisani", dhe nga sherri I gjuhës time. Elementi I tretë pra është kërkoj mbrojtje nga sherri I gjuhës time. Gjuha është ndoshta për gjymtyrëve më të vështira për të kontrolluar.
Dhe po ashtu për atyre që shkaktojnë dëmet më të mëdha kur lirohen pa freh. Me një fjalë të vetme, njeriu mund të fitojë kënaqësinë e Allahut, por po me një fjalë të vetme fiton zemrimin e Zotit subhanahu wa taala dhe ai nuk kënaqet kurrë prej tij. Dhe e fut veten në xhehenem 70 vjeshta thellë në xhehenemin e Zotit subhanahu wa taala. Gjuha mund të flasë fjalë të mira, dhikr, këshilla, të vërtetën, por mund të flasë dhe fjalë të këqija, gënjeshtra dhe mund të shkaktojë dëme të pa riparueshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam na nxit kërkojmë mbrojtje nga keqja që mund të bëjë gjuha jon. Kjo nuk kupton të kërkojmë ndihmën e Zotit që të mos shpifim dhe përgojojmë. Pra shpifja dhe përgojimi. Përgojimi është ta përmendësh vllajin edhe me një cilësi që ka ai, por ai e urren atë. Ndërkohë që ti mund edhe të shpifësh gjëra që nuk i ka. Pra shpifja dhe përgojimi është gjunaf, i cili është nga gjunafet e mëdha. Nuk e fal namazi, nuk e fal as abdesi, as haxhi dhe umreja, dhe nuk e fal asnjë lloj adhurimi. E fal vetëm pendimin sinqert. Dhe madje, përveç pendimin sinqert tek Allahu, që kur të mos i kthehesh në këtë gjunafi, duhet që atje ku e ke përmendur për keq, aty të shkosh ta përmendesh për mirë. Ose ndryshe ditën e gjykimit ke për të përballur me hakun atij njeriu. Dhe ka për të marrë për sevapeve të tua. Dhe nëse nuk ke sevape, ka për të t'i hedhur të këqijat e tij mbi supet e tua. Pra është gjunaf, subhanallahu, nga gjunafet e mëdha më të shpërfillurat dhe më të pa çmuarat nga njerëzit. Gjithashtu të mos gënjejmë, mashtrimi, gënjeshtra e çon njeriu në gjunaf, dhe gjunafi e çon njeriu në zjarrin e xhehenemit, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë gënjeshtra çon në poshtërsi dhe gjunafe. Dhe gjunafet çojnë në zjarrin e xhehenemit. Njeriu do të vazhdojë të gënjejë dhe të gënjejë derisa të shkruhet tek Allahu gënjeshtar. Fa alusallahu që na ruaj nga gënjeshtra. Thoj njeriu le ta thotë gjithmonë të vërtetën. Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe jeni me të vërtetët, me ata që thonë të vërtetën. Edhe sikur të jetë kundër vetes, thuaj të vërtetën se ajo elhamdulillah të nxjerrë në dritë. Gjithashtu, ti largohet fjalëve të këqija, të fëlliqta dhe banaliteteve. Mallkimi, sharjet, fjalorin ndyrë, të gjitha këto janë helme që e infektojnë shpirtin. Gjuha që mallkon të tjerët në fakt po mallkon vetveten, sepse flet kundër asaj që dëshiron Zoti subhanahu wa taala. Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që besimtari nuk është la'an wala fahash, bedhi, nuk është muslimani as mallkues i të tjerëve, edhe as, domethënë i përshtir në fjalorin e tij. I largohet fjalëve të këqija. Edhe sikur të ketë, domethënë t'i bëhet padrejti, i largohet këtyre shprehjeve. Sa ato shprehje çfarë asaj që ke në zemër. Dhe janë prishse të zemrës. Profeti e ka përmbledhur sallallahu alaihi wasallam rrezikun e gjuhës në një fjali tronditse drejtuar sahabiut të tij Muadh ibn Jabal. Pasi i tregoi Muadhit për veprat e mira që fusin në xhenet, në fund profeti shtohi dhe tha, a të tregoj për çelësin e të gjithave? Dhe pastaj e porositi të frenonte gjuhën e tij. Muadhi i habitur i tha, o dërguari i Allahut, po a do të merrim në llogari dhe për ato fjalë që flasim me gojën tonë? I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, duke treguar habi në këtë pyetje, pra i tha, mos vall o Muadh, njerëzit do të tërhiqen zvarr në fytyrat e tyre në zjarrin e xhehenemit për ndonjë gjë tjetër përveç asaj që kanë korrur me gjuhët e tyre. Pra a thua sikur në zjarrin e xhehenemit të tërheq zvarr për fytyre vetë se gjunafet e gjuhës. As gjunaf tjetër. Domethënë sikur ky është i vetmi shkak që të fut me fytyrë në zjarr të xhehenemit. Pra për ta treguar se sa e rrezikshme është gjunahu i gjuhës. Pra njeriu duhet ta thotë vërtetën, por edhe duhet të hesht atëherë kur duhet të hesht. Por nga ana tjetër nuk lejohet të hesht nëse është detyrë që të flas. Pra gjuha në të gjitha rastet ka përgjegjësi të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, le të thotë khairan, pra të flas mirë ose të hesht. Shpeshherë o vëllezër e mi, gjuha prish familje dhe prish marrëdhënie mes vëllezërve dhe miqve dhe fut shkatrimin mes tyre. Subhanallahu, vetëm fjalë, por që shkatrojnë gjithçka. Prandaj, lutu që Allahu subhanahu wa taala të ruaj nga e keqja e gjuhës, sikurse urdhëron profeti sallallahu alaihi wasallam, wa a'udhu bika min sharri lisani. Pa kërkoj mbrojtje tek ti o Zot nga sherri i gjuhës time. Elus Allahu subhanahu wa taala na ruaj nga sherri i këtyre aspekteve, elus Allahun që t'i përdorim ato për hajër dhe për të afruar tek ai. Yaqulu ma tasma'un
wastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam pasi e uzoi që t'i kërkoj mbrojtje Zotit subhanahu wa taala nga sherri i dëgjimit, sherri i shikimit, sherri i gjuhës dhe fjalëve, e udhëzon këtë sahabit të nderuar që t'i kërkoj mbrojtje Zotit subhanahu wa taala nga sherri i zemrës. Pra edhe zemrat e robëve kanë sherr brenda tyre dhe shpeshherë në varësi të asaj me çfarë ushqehen, ato prej tyre buron sherr, nga i cili Zoti na ruajt, njeriu e zhyt veten në ndëshkim tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, thuaj a'udhu bika min sharri qalbi. Kërkoj mbrojtje tek ti o Zot nga sherri i zemrës time. Zemra sipas Islamit është qendra e besimit, e arsyes moraleve dhe ndjenjave të njeriu. Ajo është mbretëri i trupit, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra në trup ndodhet një copë mishi që nëse rregullohet ajo, rregullohet i gjithë trupi. Nëse prishet ajo, prishet i gjithë trupi. Dhe ajo është zemra. Por çfarë kuptojmë me të keqen e zemrës? Janë ato sëmundje shpirtërore dhe prirje negative që mund të zënë vend në zemrën e njeriut. Pra nëse zemra mbushet me këto prirje negative, atëherë është e vështirë ta përballosh dhe ta stabilizosh veten tënde në rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Ndërto, pra është dyshimi në Allahun dhe të vërtetat e fesë. Pra për sherrit të zemrës është dyshimi në Allahun dhe në të vërtetat e fesë. Kur zemra nuk ka bindje të plot, luhatet dhe tronditet nga dilemat që e mbushin ata. Dhe kjo është një gjendje shumë e rrezikshme. Nëse vjen zemra është e sëmurur deri në këtë fazë, sa fillon të ketë dyshime në besim dhe të mendohet që ata lër besimin apo të vazhdojnë besim, Allahu na ruaj. Është gati duke vdekur, por lëngon në shtratin e vdekjes. Dhe kjo është nga sherret të cilat duhet njeriu seriozisht të merret. Dhe ta largojë këtë me dije të pastër, me adhurime për kushtuar Allahut xheleshan. Sepse këtë lloj dyshimesh largohen vetëm me dituri të pastër fetare, duke lexuar librin e Allahut, duke lexuar fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pa lexuar, pa marr dije, pa marr dritë, nuk ke mundësi që ta shërosh këtë lloj problemi. Pra kjo lloj, domethënë sherri i zemrës largohet vetëm në këtë formë. Gjithashtu, smira dhe urrejtja. Smira, hasedi, ndaj të tjerëve, na mirësi që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kuptoje që çdo gjë është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Mos ju kundërvi kaderit të Zotit subhanahu wa taala. Tregohu i kënaqur me atë që ka caktuar Allahu për ty dhe për të tjerët. Dhe dije domethënë që ajo që ka caktuar Allahu për ty është më e mira. Dhe ajo është më e plota. Dhe përpiqu të ecësh në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastroje zemrën nga të tilla pra sëmundje. Kur një zemër e keqe gëzohet kur tjetri i ndodhe keqja dhe mërzitet kur tjetri begatohet, atëherë shikoj që kjo është sherr në zemrën tënde. Nëse shikon këtë në veten tënde, dije se është sherr, është sëmundje dhe mundohu të largosh atë. Duke e mjekuar, pra duke kërkuar falje për atë njerëz për cilën ti mendon keq dhe i synon të keqen. Lutë Allahun për të. Dhe nëse ke në izili ose dëshiron që të kesh të mirave që ka dhe ai, lutë Allahun që është burimi i gjithave. Dhe ai ka të gjitha të mirat në dorë. Pra thuaj o Zot, jepi atij të mira, pra për të larguar hasedin dhe çmirën, zilin nga zemra jote, dhe më jep mua më mirë se ai. Pra alhamdulillah kërkoj Allahut subhanahu wa taala dhe shëroj zemrën nga të tilla sëmundje. Gjithashtu kibri, mendjemansia. Kjo tregon ignorancë në lidhje me Allahun subhanahu wa taala, ignorancë me mangësitë e vetes tënde, që je njeri i mangët, i dobët, se mendje madh dhe kibërli është vetëm ai që nuk e njeh veten e tij. Nuk e kupton se sa gjunafqar është, sa i varfër është, sa i dobët për Allahun subhanahu wa taala. Nuk e njeh madhështinë e Allahut xheleshan. Pra ky është kibërli që ka kibër në shpirt. Ai njeri i cili nënçmon të vërtetën, e refuzon të vërtetën dhe nënçmon njerëzit të tjerët, ai ka kibër në zemër. Dhe ta di që kibri është sherr nga sherrat e zemrës, që duhet ta edukosh dhe ta mjekosh. Dhe mjekimi i kësaj është modestia. Pra mundohet të jesh modest. Kur ti vë modestin tek Allahu subhanahu wa taala. Për ulu për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra tregon modest se nuk ka nevojë modestia, me modesti të ngre Allahu xheleshanu. Kibri e çoi iblisin është përjet në zjarr të xhehenemit. Pra edhe kibri është nga sherrrat e zemrës. Gjithashtu syfajësia, mosbesimi në premtimet e Allahut, gjithashtu mendimi i keq për Zotin subhanahu wa taala, të gjitha këto vijnë nga ignoranca vëllezërit e mi dhe nga dobësimi i adhurimeve për Allahun subhanahu wa taala. Nëse ke lënë adhurimet
nuk falesh rregullisht, nuk mediton atë falje, je i zhytur në gjunafe të vazhdueshme, syri, veshi, gjuha jote, vazhdimisht futi në zemër sëmundje dhe viruse. Atëherë zemra nuk ka se si të jetë e shëndetshme. Merr masa për të rregulluar vëllai. Se ndryshe nuk është larg koha kur do të largohesh fare dhe do zhytesh në jetën e kësaj dynjaje. Dhe Zoti na ruajt, vetëm mëshira e Tij është ajo që shpëton. Lista është e shumtë e sëmundjeve të zemrës o vëllezërit e mi, lakmia e tepruar për dynja, përçmimi i njerëzve, dembelizmi dhe neglizhimi i adhurimeve të Allahut subhanahu wa taala, mungesa e dashurisë për të devotshmit, urrëtia e tyre madje Zoti na ruajt, ose nga ana tjetër mungesa e urrëties së gjunafeve dhe ambientohesh me gjunafet. Edhe kjo është sëmundje dhe sherrri i zemrës. Nëse zemra i ka të gjitha këto, Allahu musta'an. Imam Ibn Qayyim, që njihet si mjeku i zemrave e quajnë, i ka përmbledhur faktorët kryesorë që e shkatërrojnë zemrën, shoqëria e keqe dhe shoqërimi i tepërt pa kriter. Pra shoqëria e keqe jo vetëm me njerëzit, por edhe me rrjetet, me telefonat, me internetin, me ekranet. Shoqëria e vazhdueshme me këto do të sëmurë dhe ta rëndojnë zemrën. Dhe humbja e kohës me shoqëri boshe, që nuk të ofrojnë asnjë gjë. Ndoshta as të mira, as në dunja dhe as në ahiret. Larg të tilla mezhliseve, të cilat nuk sillen asnjë lloj hajri, as për dunjan tënde, as për ahiretin tënd. Gjithashtu, dëshirat dhe ëndrat e kota, shpresat e gjata, të jetuarit me iluzione. Kam kohë plot për të penduar. Tani kënaqu sa je i ri. Pastaj kur ti je plak, përkushtohu në adhurimet e Zotit dhe përkushtohu për ahiretin. E ku e di se do të jetosh derisa të bëhesh plak? E ku e di që edhe kur të shkosh në atë moshë, ti ke forcë që të pendohesh, mos vallë është në dorën tënde imani dhe është në dorën tënde besimi? Pra vallahi, këto janë ëndrat të cilat, domethënë e lodhin dhe e sëmunin zemrën. Gjithashtu, lidhja e zemrës me diçka tjetër veç Allahut, sa më shumë njeriu përkushtohet në jetën e kësaj dynjaje, e lidh zemrën me pasurinë, atëherë do bësohet lidhja me Allahun xhaleshan. I sigurt ti je vetëm kur ke pasuri, ndërkohë që e gjitha pasuria është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, ngopja e tepërt dhe te ngopja me përmbushjen e çdo dëshire të kësaj dynjaje, ushqim, pije, gjumë, kënaqësi, nëse gjithmonë ja plotson vetes vazhdimisht, kjo e sëmur zemrën. Pra një njeri i cili nuk është mësuar me fatkeqësi ose me sprova, me vështirësi, e ka të vështirë pastaj zemra e tij të përballojë në peshën e adhurimeve. Pra duhet njeriu ta edukojë veten, fëmijët, njerëzit, që zemra e tyre të mësohet dhe me sprova, dhe me pengesa dhe mungesa. Gjithashtu, gjumi i tepërt dhe humbja e kohës, edhe këto pra janë ato që e dëmtojnë zemrën. Dhe në fund të vëllezërit e mi, profeti sallallahu alaihi wasallam tha, më ruaj edhe nga sherrri i farësime. Pra ka të bëjë me organin intim. Që do të thotë, në arabisht pra i referohet farës së njeriut, dhe kjo ka konotacion epshin dhe shfrenimin në këtë aspekt. Pra më ruaj dhe kjo vërtet është nga sprovat më të vështira për, sidomos për të rinjt e këtij ummeti. Padyshim, tundimet seksuale janë ndër sprovat më të mëdha të njerëzimit dhe sidomos të rinjve. Feja jo nuk e mohon dhe as në nënvlerëson forcën e këtij instinkti, përkundrazi e njeh atë dhe jep shtek të ligjshëm me martesën dhe elhamdulillah me rrugët e lejuara që Zoti ka lejuar. Pra duhet njeriu të jetë i kujdesshëm që të mos bëj ato gjunafe që lidhen pra me imoralitetin. Të ruajmë pastërtinë e nderit, mos vijmë në zina dhe marrëdhënie jashtëmartese, apo të kërkojmë kënaqësinë përmes rrugëve që i ka ndaluar Zoti subhanahu wa taala, qofshin ato homoseksualiteti apo mënyra të tjera të ndaluara që i ka ndaluar Zoti xhaleshan. Çdo vetë kënaqësi dhe kënaqësia, arritja pra e kësaj kënaqësie përmes rrugëve të ndaluara është shkak për sëmundjen e zemrës dhe largimin nga feja. Ajo e zbeh imanin, e rrëson imanin në zemër. Dhe dal ngadalë do të bëhesh i varur prej saj. Dhe është shumë vështirë njeriu të dalë dhe të shpëtojë. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala nuk ka urdhëruar vetëm mos bëni zina, pra mos bëni moralitet. Moraliteti është akti i fundit, finalizimi. Por ka urdhëruar wala taqrabu zina. Mos ju afroni zinas. Mos ju afroni me sy, mos ju afroni me vesh, mos ju afroni me fjalë. Të gjitha këto janë mënyra, sepse zinaja është finalizimi vëllezërit e mi. Çdo gjë fillon me një shikim të hedhur, me një dëgjim të një fjale, me një fjalë të thënë me konotacione nxitse dhe domethënë flirtuese, dhe pastaj dal ngadal një mesazh, një takim, derisa shkon dhe finalizohet. Pra nuk mund të ndodhë më një herë diçka e tillë. Pra do shumë kujdes që njeriu ta ruaj veten nga të tilla
sprova të mëdha, e nusë Allahu subhanahu wa taala të na ruaj në të gjitha këto aspekte të vëllezërit e mi. Por duhet një lloj përpjekje nga ana jonë. Nëse njeriu nuk vendos në jetë as qëllimin e tij që ta ruajë veten nga të tilla probleme dhe të tilla rrëshqitje, atëherë e vështirë do të jetë për ta mbajtur veten. Pra vendos një program, një rregull për veten tënde dhe me të gjitha lutë Allahun subhanahu wa taala me këtë lutje. Mos e ndaj nga përditshmëria jote. A ka mundësi dhe në sejdë? Se mos ata që janë më të predispozuar në të tilla probleme. Allahumma inni a'udhu bika min sam'i wa min sharri sam'i wa a'udhu bika min sharri basari wa a'udhu bika min sharri lisani wa a'udhu bika min sharri qalbi wa a'udhu bika min sharri maniyyi. Elus Allah subhanahu wa taala na ruaj nga këto ligësi, ta udhëzoj zemrën tonë në rrugën e hajrit. Së fundmi çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.